Faleminderit të nderuar votare, të nderuar deputet. Kam kënaqësinë që në emër të Qeverisë Republikës Kosovës të paraqes para jush pra projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranxhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, i njohur si marrëveshja për instrumentin për reforma apo shkurtimisht edhe plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Në kuadër të këtij plani apo kësaj marrëveshje, pra parashihet që Kosova të përfitoj një pako prej 882.6 milion eurove, e cila është, mund të them, alokimi më i lartë në raport me brutoproduktin vendor nga gjitha shtetet, pra është rreth 8% e brutoproduktit vendor që është alokuar Kosovës, dhe kjo mbështetje financiare pra vjen në formën e 1/3 si grant apo 253.3 milion euro, ndërkaq pjesa tjetër pra 629.3 milion euro është në formë të kredisë. Në këtë aspekt, pra janë dy marrëveshje që duhet ratifikohen sa i përket planit të rritjes, është kjo pra tani në këtë pikë të rendit të ditës që është marrëveshja që mundson instrumentin apo planin e rritjes dhe reformën apo paketën e reformave, dhe më pastaj në një pikë tjetër do të kemi edhe marrëveshjen e kredisë, pra që mundson pra ratifikimin e kredisë në vlerë prej 629.3 milion euro. Sa i përket pra marrëveshjes kornizë, teksti i së cilës është standard për të gjitha shtetet përfituese, është që të krijohet baza e përgjithshme kontraktuale që mundson që Kosova të përfitojë nga fondet e BE-s të ofruara në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, kurse qëllimi i marrëveshjes për kredin pra do të jetë që të rregullojë kushtet e ndërlidhura specifikisht për marrjen e fondeve të BE-s. Dua të rikujtoj pra se si qeveri i kemi dhënë rëndësi dhe prioritet këtij instrumenti, ashtu që të respektoheshin të gjitha afatet e vendosura nga ana e Komisionit Evropian, rrjedhimisht edhe kemi qenë pra Kosova ka qenë ndër shtetet e para që ka finalizuar agjendën e reformave. Dhe kjo është arritur brenda afatit fillestar të vendosur nga Komisioni Evropian, gjersa formalisht është miratuar qysh në tetor të vitit 2024. Mirë po, ka ndodhur disa vonesa pjesërisht pra edhe në finalizimin e agjendës së reformave nga disa shtete tjera, e pjesërisht edhe për shkak se paralelisht është dashur që vetë Komisioni Evropian pra të zhvillojë rregulloren e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti të ri. Ndërkohë pastaj siç e dini, ka qenë edhe situata kur kuvendi nuk ka qenë funksional dhe ka qenë e pamundur të procedohej tutje, prandaj edhe kemi ardhur në situatën kur tani paksa edhe me urgjencë na është dashur ta procedojmë më një herë qysh në mbledhjen e djeshme të qeverisë, sapo kemi marrë detyrën nga ju deputet të nderuar, në mënyrë që kjo marrëveshje sot të vinë në seancë dhe të miratohet dhe pastaj të kemi mundësinë edhe të disbursimit. Fillimisht pra është e paraparë që me rastin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes të disbursohen 7% e mjeteve apo rreth 62 milion euro, nga të cilat pra mënyra se si është e aranxhuar pako apo plani i rritjes është e paraparë që gjysma vjen si mbështetje buxhetore, gjysma tjetër shkon si depozit apo si mbështetje për Republikën e Kosovës në kuadër të fondit apo kornizës për investime të Ballkanit Perëndimor. Siç formati standard pra dhe përfundimtari dakorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma për Kosovën ishte dërguar tek ne me 15 nëntor të vitit 2024 dhe ishte pranuar fizikisht në qeveri pra me 27 nëntor 2024, ku po të njëjtën ditë ishte miratuar edhe projekt ligji për ratifikim. Të njëjtin projekt ligj pra e sjellim sot për ratifikim, në mënyrë që të mund të procedohet tutje me përfitimin jo vetëm nga mbështetja financiare, por gjithashtu edhe në kuadër të zbatimit të reformave të cilat parashihen pra që të na parafrojnë apo të na mundsojnë konvergjimin më të shpejt drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë.